professional. And it needs more patience, more intrigue. Are you ready? Are you really ready for that? Spring Symphonies. In the nomination, Teenage Orchestra, the age category from 10 to 17 years old, goes to Amadeus. The German Youth Orchestra, Amadeus! Kosova vërtet mori një humbje në fushën e futbollit, por në një tjetër dimension, në fushën e artit dhe të kulturës. Ka marrë një fitore të madhe sepse në Spanjë, në një festival shumë të rëndësishëm të muzikës që quhet Spring Symphonies, dhe ju ndoqet e pat dhe nga emocionet e bukura që u përsodhen nëpërmjet kësaj videoje, ka marrë një çmim të parë, është vlerësuar me medaljen e artë, kur vjen puna për orkestrën e Amadeus, që është e përbërë nga fëmijë dhe të rinj, të reja shumë talentuara të Kosovës, të cilët shkëlqyen atje, duke i mposhtur gjithë kundërshtarët e tyre. Flasim për artin dhe kulturën. E kam lidhje drejt për drejt dirigjentin, themi maestron e kësaj orkestre, Vebi Shosholli. Mirëmëngjes Vebi. Kënaqësi që të kemi sot. Mirëmëngjes dhe për ju. Në këto ditë me emocione të forta, keni mbajtur lart në një farë mënyrë krenarinë e Kosovës me këtë fitore në festivalin e Spanjës. Urime në radhë parë, edhe ju uroj shumë suksese, por më trego pak për emocionet e bukura dhe ç'rëndësi ka ky festival i muzikës. Faleminderit shumë për urimin, faleminderit për mundësinë, për intervistën. Padyshim ndjen shumë e veçantë, ashtu si Shadriu thatë, emocionet janë që besa veç po shkojnë duke u shtuar çdo ditë, sepse padyshim ka qenë një festival shumë i rëndësishëm për ne, festival internacional që është mbajtur në Lloret de Mar, në Girona të Barcelonës, në Spanjë. Ka qenë një festival për neve shumë i rëndësishëm sepse çdo herë po te kalojmë kufit tonë, kështu Kosovë, Shqipëri, dhe po prezantohemi në formë, besoj që në formë më të mirë të mundshme. Ky festival ka qenë i rëndësishëm sepse në kohë të janë prezantuar orkestra, ka pas mundësi të prezantuar orkestra nga gjithë bota, që besa kanë qenë edhe 2 orkestra nga Turqia, kështu që ne nuk arritëm të mposhtim në futboll, po në muzikë, po besoj që kësaj radhe kemi triumfu. Ka pas orkestra nga Slovakia, ka qenë orkestra nga Holanda, e të tjera, dhe padyshim një shtytje shumë e fortë për neve që të vazhdojmë punën që kemi filluar tash pothuajse 4 vite. Më trego pak për orkestrën tënde, Amadeus, nga se përbëhet dhe le të themi cilat janë armët e saj më të forta. Orkestra Amadeus që besa çdo ditë po rritet, tashmë ne numërojmë mbi 50 instrumentistë antar dhe kemi bërë një shtrirje shumë të veçantë sepse kemi instrumentistë edhe nga Tirana, nga Durrësi, që kanë ardhur në ndjenjë shumë të veçantë. Pikërisht pjesë e suksesit tonë janë edhe instrumentistë nga Shqipëria, kemi instrumentistë edhe nga Shkupi, mos flas për qytetet e Kosovës, kemi nga Ferizaj, nga Gjakova, nga Qilani, normalisht nga Prishtina, e kështu me radhë. Orkestra Amadeus pothuajse çdo ditë është duke arritur formacionin simfonik, çka është edhe një nga ato qëllimet e mia dhe të drejtuesve të orkestrës. Dita ditës dhe më thonë të arrijë një formacion të kompletuar simfonik. Në përbërje ka violina, viol, cello, kontrabas, instrumente fremore, flaut, klarinet, trompet, korno, perkusione, piano, etc. Si në çdo kompeticion ku ka çmime, besoj që rivaliteti ka qenë i madh, konkurenca ka qenë e madhe atje në festival.
Më trego pak, çfarë e bëri diferencën për orkestrën tuaj, që fitoi dhe doli mbi të tjerët? Sinqerisht, diferenca ka qenë në aspektin organizativ. Këto lënë theksohet puna e palotshme e drejtoreshës sonë Hana Petrosi Petau, që bën një punë të jashtëzakonshme në aspektin e koordinimit të xhanave, koordinimit të instrumentistëve, provave dhe çdo gjë tjetër, sa i përket organizimit. Masandej pjesa profesionale artistike varet kryesisht nga të tilla siç është për shembull zgjedhja e programit, masandej detajet e interpretuese e kështu me radhë. Arma më e fortë e jonja padyshim është programi. Ka qenë një program të jetë sfidues që me të cilën ne jemi prezentuar. Në kuadër të programit garues ne kemi pas vepra siç është Palladium nga Carl Jenkins, kemi luajtur simfoni nga Haydn dhe kjo vepra ose pjesa kulmore e programit për garues ka qenë uvertura Egmont nga Beethoveni. Sidomos vepra e fundit, uvertura Egmont nga Beethoveni ka qenë një vepër të jetë kërkuese, dhe kur ta mendosh që formacioni jonë orkestral ka në përbërje grupmosha prej 10 deri në 17 vjet, padyshim që ata që njohin veprën e kuptojnë që është një vepër jo lehtë e arritshme për këto mosha kaq të njoma dhe delikate. Por po besoj që jemi prezentuar mirë, kemi tingulluar bukur mirë, edhe pse pak po tani nga modestia, por sinqerisht unë jam shumë i kënaqur me formën e prezantimit tonë dhe normalisht që kanë dukur që të rangohemi ashtu ku jemi ranguar. E kuptoj, po ndërkohë i gjithë ky program ishte shumë i vështirë për tu përgatitur prej teje sa kohë tu desh që ta realizoje dhe ta përvetësonin pastaj edhe fëmijët, edhe të rinjtë, edhe të rejat. Pikërisht, ky nuk është një program që ne kemi marrë tash rishtazi së fundmi, ne kemi filluar uverturën e Egmont ta punojmë nga shtatori i vitit 2025. Dhe që pjesa kemi pasur edhe prezantime me këtë vepër, kemi prezantuar në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, kemi bërë edhe gala koncertin tonë në dhjetor dhe tash kemi prezantuar edhe në Spanjë. Normalisht është një vepër komplekse, gjatë me ndryshime të tempit, me ndryshime të shkallëve e tjera të tonalitetit dhe normalisht që kërkon shumë shkallësi interpretuese, muzikalitet, frazim, korrektësi, saktësi ritmike e tjera dhe prandaj na është dashur po që të arrijmë të përgatisim për një garë siç ka qenë kjo e Spanjës. Prandaj janë disa muaj në pyetje, po përkundër e përvetësuan grupi e përvetësoi kollaj, pe që kishin emocione atje apo arritën t'i mbulonin edhe t'jepnin më të mirën e tyre? Apo mund bënin më mirë? Emocionet janë të zakonshme, normalisht secili koncert ka emocionet e veta, po kur flasim për një garë atëherë emocionet mund të jenë të dyfishta ose edhe më të larta, po padyshim nuk është përvoja jone e parë që po marrim pjesë në një kompeticion në një garë. Ne vitin e kaluar, në vitin 2025 kemi prezantuar në Vjenë, dhe aty jemi ndarë me çmimin e dytë, çmimin argjend. Kemi qenë edhe pjesë e emisionit juaj, kështu që kemi krijuar një farë lloj përvoje nëse guxoj ta quaj kështu dhe fëmijët çdo ditë janë duke menaxhuar ma lehtë këtë farë pjesë ngaruese dhe koncertet. Nëse jam informuar saktë ju keni pasur një sukses edhe një vit më parë në Vjenë, apo jo? Pikërisht po. Si ka evoluar orkestra nga Vjena? Nga viti 2025 ne kemi urnadhën një? Ka ndryshuar shumë? Ka ndryshuar. Nga viti 2025 ne kemi bërë një ngritje nëse guxoj ta quaj kështu edhe sa i përket programit, po kemi bërë edhe një pasurim të strukturës tonë, formacionit tonë orkestral. Ne në Vjenë jemi prezantuar pa trumpeta, jemi prezentuar pa korno, jemi prezentuar pa fagot, pa timpane, ndërsa tash në Spanjë kemi një formacion më të kompletuar. Në kuadër të formacionit tonë kemi pas fagot, kemi pas korno, kemi pas trumpet, timpane, dhe padyshim kjo e ka shtuar dhe tingëllimin tonë dhe e ka plotësuar atë. Po, të tillë festivale sa të rëndësishëm janë për talentet që ka Kosova për të promovuar në arenën ndërkombëtare? Besoj ky është edhe një nga qëllimet kryesore, që ata të kenë mundësi të eksplorojnë me karrierën e tyre, po pse jo edhe ndoshta jashtë kufive? Padyshim, unë mendoj dhe i vlerësoj shumë lart festivalet muzikore që bëhen në kënd botës, për neve si orkestër, është jetë e rëndësishme të promovohet në rend parë
vendi jonë, e masandej puna jonë profesionale që bëjmë. Për fëmijët është një përvojë jashtëzakonshme, një eksperiencë që nuk don shumë të elaborohet, të shtjellohet, por mirë po është tetë e rëndësishme. Fëmijët çdo ditë po krijojnë përvoja, po krijojnë kontakte të reja, edhe ne QBS, unë si dirigent dhe drejtuesi të orkestrës, po njoftohemi me orkestra, me muzicientë dhe anë kënd botës, me juri profesionale, me dirigent, me kompozitorë të ndryshëm, dhe padyshim që është një imazh shumë i mirë që ky krijohet vendit tonë duke u prezantuar në festivale të tilla. Për shembull në Vjenë ka pas orkestra nga Japonia, nga Kina që kur jemi prezantuar, disa prej tyre që kanë njohur vendin tonë se ku është diçka për tyne, dhe masandej kanë kuptuar, kanë pas se sa kemi talent, sa kemi domethënë mundësi që të prezantojmë edhe ne vetëm në format të tilla po besoj të mira. Cilat janë planet dhe bi që ju keni pas kësaj fitore? Besoj që tani më prestigjë është më i lartë, Oreksi vjen duke ngrënë femine dhe besoj që do të synoni për të arritur rezultate në festivale dhe më të mëdha ndoshta se ai i Spanjës, apo jo? Pikërisht, çdo herë më shumë prishmërit nga ne becerritën dhe planet tona normalisht çdo herë janë më të mëdha. Ne në Korrik, në gjysmën e Korrikut do të prezantohemi në Çeki, edhe aty do të marrim pjesë në një festival garues. Ndërsa viti 2027 do të na gjejnë në Belgjik, të shohim tutje masandej çka qysh teksi. E kuptoj. Emocionet ishin bukura në fakt nga ajo video që pam fillim të programit kur ju mësuat vendimin e jurisë se do të ishit vendit parë, një shpërthyen provorimat e rinjtë dhe të rejat e orkestrës. Uroj shumë që të keni emocionet të tilla edhe në të ardhmen. Uroj, shpresoj, faleminderit shumë edhe për jush. Mirë, nga Vebiu, nga një orkestrë, falenderoj shumë Vebiu, të uroj një ditë të mbarë, të shkojmë në një tjetër orkestrë, e cila është duke u përgatitur, po bën provat e radhës për shfaqjen e radhës dhe përpara se sa ne ta mbyllim programin me një të ftuar special të cilin e kemi lajmëruar që në nisje të saj, Olen Çezar, do shkojmë drejt për drejt tek provat e orkestrës dhe tek Olen Çezar, i cili në këto momente na bashkohet virtualisht përpara se të mbri dhe këtu në studio. Do të vi fizikisht, do të zhvilloj një intervistë me Sonjën. Olen, përshëndes. Nuk je drejt për drejt, je brënda për brënda, ja. Kjo është orkestra, këtu jemi ne, po bëhemi gati për koncertin më të bukur që kam bërë deri më sot dhe me fatin që të kemi dhe orkestrën e RTS me vete. Më pëlqente që kjo gjëra që lindi nga këtu, të fillonte nga këtu dhe të jemi këtu të gjithë bashkë, kjo është zanafila, këtu është ku po gatuhet ajo që do ndodhi në Pallatin e Kongreseve, me data 9, 10 dhe 11, dhe ja ku jemi. Sa shumë tingu i ka prodhuar ajo dhomë ku je ti atje dhe sa shumë magjie dhe emocion kanë përcjellë të gjitha dhe artistë që janë aty me ty. Falenderoj shumë për këto pamje, le t'i lëm atyre të qetë dhe të fokusuar në punën e tyre, ndërsa ne të presim këtu në studio për të mbyllur programin së bashku, Olen. Si që të edhe ti, kjo është dhoma e magjisë, kjo është dhoma në këto mure ka tingëlluar muzika shqiptare dhe ne këtu jemi sot të bashkojmë muzikën shqiptare me muzikën botërore, të bashkojmë muzikën klasike me muzikën elektronike, muzikën folklorike. Kemi një ylber muzikash që do dalin nga kjo sallë. Super. Eja, të presim në studio, presim në pak çaste Olenin, në të bëjmë vetëm një shkëputje shumë të shkurtër publicitare zonja dhe zotërim, mos u largoni se Oleni ka shumë gjëra të bukura për të na thënë. Rikthehemi shumë shpejt.